është kënaqësi e veçantë që të jemi bashkë në këtë rrugëtim të informacionit. Ju do informoheni vërtet në realitetin tuaj mediatik, por ne ofrojmë informacionin nëpërmjet një buzëqeshje, satirës, diku edhe thumbit. Këtë e thash shumë bukur. Sa bukur këtja go. Këtu kemi një përplasje jo thjesht profesionale, por dhe bindjesh. Unë Agronllakaj e akuzoj Albano Bogdon se akti agresiv, i shëmtuar, rruga qëror, i rrëmbimit të presidentit të Shtetet Bashkuara të Venezuelës, Maduro, ishte një akt kriminal. Që njerëzor, kurse ky më tregon që nuk së të përqeu, do më thonë kjo që thash unë, për çfarë këna? Po është komplet e pa bazë. Pun ka Amerika në një shtet i cili ka pavarësinë e vetë, identitetin e vetë. Dhe ta sqaroj. Dëgjot të themi gjëgon. I ka në Amerikë datë 2. I thash Trump në datën 2. Pse ke qenë ti atje? Po, i ka aty. Dhe i thash Trumpit, qa keqe gër me këtë Maduron? Qa ka ky? Po. Më tha mua, dëgjot çik videon, tha si na bën si gangster, tha. Po. Do ta shkosh videon? I bënte si gangster Maduro atyre. Po për çfarë donte ky? Trumpi po i thoshte hajde të lozim futboll amerikan bashkë. Hajde të lozim golf në Mar-a-Lago, ky s'donte. Dhe i thoshte jo, i tha Trumpi do vishte apo Melafiore. Në Mar-a-Lago më në Melafiore. Melafiore ishte ky, Mirafiore, çka ka? Mar-a-Lago e ka. Trumpi po i thoshte për në Mar-a-Lago, në pronën e tij në Florida. Që s'është pronën e tij në fakt është timi, ja kam lënë me qira, po dëgjoj. Dhe filloi Maduro bënte si një